Sot jena këtu me Valdet Kaçandollin, pronarin e Kaçandollit. Edhe Valdeti ka emri mu me zgjedh motorin më të mirë për mu prej Royal Enfield. Të ngrit, qyshe? Mirë. A piksyrim qa ka për mu diçka? Qka për dënë mas pari? Qëta të voglin. Unë zakonisht kam qef mi pyt klientat kur nuk din as ata vetë qka dojnë. Kam qef mi pyt, mi thonë qka bën me motor, ku dën me shku, me kanë dën me shku, qka dën me bo, destinacioni jotë. Une kam qef me vëzit vetë, solo trips me bo, edhe kam qef motori më konë sa ma i madh për gjatësin teme dhe më konë hybrid, edhe në road edhe off-road. To jenë informata shumë të mira që mu mujnë me minimu si vetët që i thëmë profesionist, me ta qëllu dhere dikon bile 90%. Royal Enfield është motori i parë në botë që ka dalë për 1900-ës, para gjithë brenda tjera, edhe këta e kanë rujt një farë klasike të tyne. Kanë bo ndryshime shumë në siguri, në ABS, në komponentet ndryshme, po e kanë rujt atë originalitetin e vetë. Që më dok shumë interesant se shumë i vogël, po kënej për shambull nëse unë e hipin ta, i bjanë që dhona me vizita, po. Ky motor është Honda Monkey, është një Honda. ikonë, po, është një ikonë e Hondës që është i marohet prej viteve 70, është shumë modeli vjetër, po edhe te ky e kanë rujt ikonën shumë. Okej, që po do këtë kështu si pak si Harley style? Po, Shotgun, a? është, jo, ky është super meteor, A, super meteor. 650 një cilindra. Është motor interesant, me komponente të mira që është klasik, me qënën super të mirë. Qa për shambull unë e përqësit des? Tash, Se kjo është Himalayan, huge. nashta se di sa ke lexu, edhe emni Royal Enfield Himalayan ka ardhur prej maleve të Himalajës në pjesën e Indis, ku është një pjesë që vizitohet prej bazica krejt botës, diku deri në 4900 metra në altësim bidetare, edhe është i vetmi motor qysh në vitet para 30-40 viteve, i vetmi motor që ka mujt me mbjetu, se na e dim që sa ma në altësia mbidetare ka ajër ma pak. Po qka e bën ma interesant këtë motor, se është on-off. Mund është me vozit në rrugë, mund është me vozit në qytet, mund është me vozit off-road. Do me thonë që kjo për mu. Aventurierat që bojnë rrugë shumë gjata, tash ja kanë nisë pjatë dhe me bo rrugë në për botë, me kalu shumë kontinente, e zgjedhin qëtë motor për arsye se është rigid shumë, nuk ka prishje në to. Perfekt. Që pra, une sot në për Prishtinë dalë në qëtë. Super, Edhe se ndjen krejmë. mirë. Tash që to e ki librezën, motori është i regjistrum, edhe veç turoj vozitje sa ma të mirë edhe Faleminderit shumë shumë. kilometra. Edhe nashta kena mundësi të bujnë Po. edhe gjiro bashkë, edhe Gjithësush. mësojna shumë sene tjera rreth motorave. Po Rreth e vozitjes. rreth vozitjes edhe rreth sigurisë që të na... Sigurisht që është shumë e rëndësishme. Faleminderit Valdet, gëzof.